Limi dhe Alba janë përballë njëri tjetrit, duke biseduar me zë të lartë dhe emocion të dukshëm. Atmosfera është e ngarkuar me nervozizëm dhe pasiguri, dhe secila fjalë që thuhen duket se rrit intensitetin e situatës. Limi fillon të flasë me një ton të vendosur dhe serioz, duke i thënë Albës që të ndaloj për momentin. Ai i kërkon të mbyll gojen, jo për të ofenduar, por për të mbajtur situatën nën kontroll, duke treguar se momenti është bërë i tensionuar dhe mund të shkaktojë keqkuptime të mëtejshme. Ai e paralajmëron se nëse debati vazhdon në këtë mënyrë, situata mund të shpërthejë dhe të përfundojë keq, duke krijuar një alarm emocional tek të dy. Alba e dëgjon me fytyrë të tensionuar. Ajo nuk e ka menduar që dialogu mund të shkojë deri këtu dhe ndjen një kombinim nervozizmi dhe habie. Ajo e kupton se Limi është serioz dhe nuk po flet kot, por ndjen që emocionet e saj nuk lejojnë të hesht. Debati vazhdon, por në mënyrë më të kontrolluar, ku secili përpiqet të shprehë ndjenjat dhe shqetësimet e veta pa e tejkaluar limitin. Limi përpiqet të shpjegojë pse situata po bëhet e tensionuar. Ai i thot Albës se fjalët e saj po ndikojnë tek të tjerët dhe po krijojnë tension në shtëpi, duke i bërë banorët e tjerë të ndihen të pakënaqur dhe të shqetësuar. Ai i tregon se është e rëndësishme të menaxhojnë emocionet dhe të shmangin shpërthimet që nuk kanë nevojë. Alba reagon me një lloj frike të brendshme dhe reflekton mbi fjalët e Limit. Ajo fillon të kuptojë që qëllimi i tij nuk është të shkelë ndjenjat e saj, por të mbajë situatën nën kontroll. Ajo fillon të qetësohet dhe të dëgjojë me më shumë vëmendje, duke ecur drejt një dialogu më të balancuar dhe më të ndjerë. Biseda vazhdon për disa minuta, ku secili përpiqet të shpjegojë ndjenjat dhe perceptimet e veta. Limi e tregon Albën se ka nevojë për qetësi dhe respekt reciprok për të menaxhuar situatat e shtëpisë. Alba fillon të tregojë emocionet e saj, frikën dhe keqkuptimet që ka ndjerë gjatë debatit, duke i dhënë mundësi Limit të kuptojë më mirë perspektivën e saj. Në këtë mënyrë, debati gradualisht shndërrohet në një moment reflektimi dhe qartësie. Ata ndjejnë tensionin e ditës, por gjithashtu fillojnë të ndërtojnë një mirëkuptim të ndërsjellë. Heshtja e shkurtër ndërsa shikojnë njëri tjetrin tregon lodhjen emocionale dhe rëndësinë e fjalëve të fundit që thanë. Në minutat e fundit të këtij dialogu, ata arrin një qetësi relative. Debati nuk është i zgjidhur plotësisht, por tensioni është ulur, dhe të dy kuptojnë se komunikimi i hapur dhe i sinqert është i domosdoshëm për të përballuar situatat e shtëpisë. Ky moment dramatik dhe i ngarkuar emocionalisht zgjas për më shumë se 5 minuta, duke treguar tensionin, pasigurinë, reflektimet dhe ndjenjat mes tyre, pa u shkuar në skena të dhunshme.